Me të njëjtën sasi lekësh, këtë vit del me më pak blerje nga dyqanet e fruta perimeve. Çdo kush mund ta ketë vënë re se shpenzimet për të konsumuar perimet e stinës janë rritur ndjeshëm gjatë këtij sezoni. Një qytetar që bën blerjet e përditshme në dyqanet e lagjeve apo tregjet me pakicë të fruta perimeve e vë re fare lehtë ndryshimin që kanë pësuar çmimet e produkteve gjatë muajit mars. Nga një vëzhgim nëpër dyqanet e tregtimit të këtyre produkteve, vihet re se çmimet po rriten dita ditës gati të gjitha. Po nuk janë përballueshme çmimet. Janë ngritur gjitha çmimet. Janë përballueshme. Për pensionistët që marrin 200.000 lekë janë gjë. Një dalje ikin 20.000 lekë. Kështu që janë përballueshme. Kur je vetëm përballon një që ka shumë fëmijë, i duhet blej më shumë edhe e ndjen më tepër. Shitësit e dyqaneve e argumentojnë nivelin e lartë të çmimeve, kryesisht të fruta perimeve, me mungesën e perodhimit vendas në këtë periudhë. Në këtë pjesë të parë të vitit, nga e gjithë harta e produkteve bujqësore që eksportohen jashtë vendit, zëri i bujqësisë ka shënuar rënje. Diferenca në çmimet e larta dhe pagat të ulta ka bërë që qytetarët e varfëruar të mbeten në mëshirë të tregjeve për gjërat elementare jetësore, duke aumentuar 2 herë përpara se të blejnë.